Një investim i madh deri në 3 milion euro do të realizohet në qytetin e Lezhës për ndërtimin e një qendre moderne për moshën e tretë. Ky projekt do financohet nga Bashkia Lezhë në bashkëpunim me një donator privat dhe synon të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e jetës së të moshuarve në zonë. Projekti synon të ofrojë jo vetëm kujdes të specializuar, por edhe mundësi për të moshuarit që të angazhohen në aktivitete komunitare dhe kulturore. Kryetari i Bashkisë Pirin Dreu thotë se ky investim është një hap i rëndësishëm për përmirësimin e jetës së të moshuarve, të cilët shpesh janë të neglizhuar. Investimin për tre, pothuajse mbi 3 miliard të qendrës së moshës së tretë në qendër, pas kishës. Ne do i spostojmë gjithë ato banorët aty, do i pajisëm me bonus qeraje dhe do bëhet një ndër qendrat më të mira në rajon. Pra 2 deri në 3 milion euro investim ku Bashkia e Lezhës kontribon një pjesë dhe pak a shumë e kemi kalkuluar projektin bashkë me Jetimet e Ballkanit dhe besoj se do zgjidhim një problematikë tjetër që jo do ketë një qendër të moshës së tretë, po asnjë në Shqipëri nuk do ketë, bile në rajon do jetë ndër më të mirat. Akoma s'është përcaktuar kapaciteti, po besoj se do jetë një qendër ditore, e cila do ketë shumë multifunksionale dhe mund të ketë deri 200-300 vet kapacitet ditor. Mos më tepër, edhe mensa humanitare do ketë. Pra është një histori e cila sinqerisht do zgjidh një problem shumë të madh social, për cilin ka një herë bëhet edhe politik kështu, por ne e kemi futur në rrugën e zgjidhjes. Qendra e re e moshës së tretë në Lezhë do ndërtohet në lagjen Beslidhja pas katedrales dhe punimet pritet të fillojnë në muajt e ardhshëm, ku synohet që ajo të hap dyert për pensionistët brenda 2 viteve.